S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Unë ndihem mirë këtu në këtë kishë sepse edhe grupin e adhurimit, gjysmën e grupit e adhurimit është nga Lushnja. Ku janë çunat? Edhe faleminderit shumë për adhurimin që ju bëni dhe për atmosferën frymore që sillni, sepse adhurimi është shumë i rëndësishëm. Altini më kërkoi që të ndaja diçka sot për ju edhe në fakt e kam marrë nga psalme, nga që keni psalmet. U të ndova të pseja psalmi 23, por më thanë që e kishin marrë psalmi 23 për para meje, kështu që gjeta sa psalmet tjera dhe kam titulluar sot, nuk e di nëse do ekran, ujërat e qeta. Tani ne jemi në verë, edhe vera pa ujë nuk shkon. Nuk shkon pa deti, nuk shkon pa freskua, nuk shkon pa pir ujë, pa pir lëngje freskuese, sepse është shumë vap, edhe ti dehidrotohesh. U thash, a nuk është një mesazh shumë i mirë që të ndaj diçka nga psalmet që ka të bëjë me ujërat, ka të bëjë me kohën që po jetojmë. Dhe para se të shkojmë këtu, do doja që ne të luteshim edhe të ftonim prezencën e Perëndis, që Zoti t'i flasë zemrave tona nga fjalët e tij. Perëndinë e vim përpara teje sot, Zot. Ne nderojmë emrin tënd të shenjtë. Ne qëndrojmë këtu në këtë vend të shenjtë, Zot, sepse ti je Perëndia ynë. Nuk ka përveç teje asnjë tjetër. Çfarëdo që ne kemi bërë, çfarëdo që ne kemi arritur, Zot, nuk është për shkak të forcës apo aftësive tona, por për shkak të fuqisë tënde hyjnore. Ti na ke mundësuar të bëjmë atë që duhet të bëjmë, Zot. Zot, ne vim sot të dëgjojmë prej teje. Zot, nuk dëgjojnë prej meje, por dëgjojmë prej teje, Zot. Unë lutem sot Perëndi që edhe unë të dëgjoj prej teje sot, Zot. Ne jemi të uritur sot. Na jep sot bukën e qiellit. Na ushqen e Zot që ne të mos dëshirojmë asgjë tjetër veçse fjalën tënde. Falenderoj Perëndi para prakisht për atë që do bësh, Zot. Lutem sot që emri i Jezusit të rrasi çdo person në zemrën e tij. Dhe lutem që prezenca jote, Perëndi, ndërkohë që ne jemi ulur në këto karrige, të mund të valvitet, Zot, apo të eci Perëndi në zemrat e çdo personi në këtë sallë. Dhe ata që na ndjekin online përmes platformave sociale. Ne lutemi në emrin e çmuar të Jezusit e themi Amen. Un kam një shkrim në Bibël që e kam personal te Bibla ime që thot: "Lum ata që predikojnë shkurt, se do ftohen përsëri." Që kur thash Altini sa duhet predikojmë, tha më 35, Altin të lutem, nëse kam një jashtë limiteve më bë me shenjë, jo me të ish mushtaqen si te filmi Kapetani, por të më tregosh me shenjë që erdhi koha që ti ta ulësh avionin në pistë, që të gjithë ne pastaj të mund të bekojmë të ikim në shtëpi. Plus më tha që është ndeshja e kampionatit botror, kështu që do shohësh ndeshjen apo jo, tha. I tregova gjithë sekretet, Altin nuk ka gjë pa thënë. I thash gjithë, ha? Okej. Mirë, do shkojmë tek Psalmi 46 rreshti 4 dhe pastaj Psalmi 65 rreshti 9. Nuk e di nëse është në ekran apo jo. Por nëse unë mund ta lexoj për ju Psalmi 46. Psalmi 46 rreshti 4 thotë kështu: "Është një lum brigjet e të cilit mbushi me gëzim qytetin e Perëndis, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti." Perëndia në Bibël flet për lumej. Dhe dihet që nga froni i tij dalin lumej të ujit gjallë. Janë një lum, thot Bibla te zbulesa, te Apokalipsi, dilte nga froni i Perëndis dhe jepte jetë. Në shumë vende në Bibël flet për lumin dhe unë do flas pak për lumin sepse është shumë e rëndësishme që të kuptojmë çfarë Perëndia do flasi përmes kësaj fjale sot. Dhe dytë që të shkojmë te Psalmi 65 rreshti 9. Psalmi 65 rreshti 9. Ti e vozit tokën dhe bën që ajo të prodhojë më tepër, e pasuron në një mas të madhe. Lumi i Perëndis është plot me ujë. A më themi së bashku, lumi i Perëndis është plot me ujë. Unë kur bëvija këtu, në fakt është nga Elbasani, sepse dija që këte nga Bregdeti do kishte shumë trafik. Njerëzit do ktheheshin nga plazhi, ku dia dhe kalova përmes lumit Shkumin. Ishte tharë, patjetër. Kishte rënë ajo basenia, ishte tharë pak ajo rrjedhshmëria e lumit Shkumin, se është lumi i madh fakt, dhe gjatë dimrit ajo shtohet, por gjatë verës paksohet.
Po ajo që mirë në mendje thash, lumi i Perëndis nuk paksot asnjëherë. Sepse lumi i Perëndis është plot me çfarë? Me ujë. Tani, unë studiova pak për ujrat, nuk do të them me një kuriozitet jashtëzakonshëm, do të ndaj shumë thjesht sot. Do bëjmë pak gjeografi sot. Lumenjt janë të qetë dhe lumenjt janë të rrëmbyshëm. Lumenjt janë ata të cilët cilin rjet në jetën e gjithçka që ta prekin. Sigurisht që lumenjt e qetë janë shumë të mirë për të qëndruar, për të pushuar, për të relaksuar. Lumenjt përdoren për të pirë ujë, lumenjt janë shumë të mirë sepse ato japin jetë, bëjnë elektrifikimin e Shqipërisë, për shembull, ne kemi disa lumenjt që bëjnë lumi drini i madh, drini i zi, drini i bardh. Ne kemi domethënë gjithë ato gjëra që i përdorin për elektrifikim. Por ama ka dhe lumenjt që cilët janë të furishëm, lumenjt të cilët kur ata janë të rrëmbyshëm, ju keni parë për shembull gjatë dimrit, për shembull, kur kanë shire të mëdhenj, ata e përmbysin dhe shkatrojnë të korrat, shkatrojnë shtëpitë, njerëzit domethënë humbasin bagëti dhe nuk është e mirë që kjo gjë të ndodhi në jetën e njerëzve. Por unë sot nuk do flas për lumenjt e furishëm që shkatrojnë, do flas për ujërat e qeta, lumenjt të cilët Perëndia i sjell në jetën tonë për të na freskuar, për të dhënë jetë, për të dhënë forcë, për të vëzhguar përpara. Dhe ju dini që lumenjt janë shumë të rëndësishëm sepse përpara shumë kohësh lumenjt përdoheshin për transportin e drurve. Ata sillin drujt nga mali kur ata i pristin dhe përmes rrëkeve të ujit ata sillin në lumenj të mëdhenj dhe pastaj ata i përdorin në industrinë e drurit. Studiova një lum në Australi, thjesht po e shikoja, nga që në Australi ka një vap shumë të madh, është një vend që ka shumë shkëtir. Dhe atë lum thoshte që ka 367 specie zojsh. Mendoni pak, sa fuqishëm është lumi. Kishte 85 specie gjitarësh, 53 specie bretkocash, 46 gjarprinjsh, 5 lloje breshkash, 34 lloje peshqish. Një nga lumenjt atje. Po të marrësh Amazonën, ka 2500 lloje peshqish, është akoma më i madh. Varet nga niveli, varet nga pozicioni, varet nga funksioni ku diu më radh. Po lumi është shumë i rëndësishëm në jetën tonë si të krishterë. Sepse Davidi shkruan tek Psalmi 46, lumi i Perëndis është plot me jetë, lumi i Perëndis është një masë e madhe. Do të flas pak për Davidin. Kush është djali i Davidit? Shik David këtu më duket që takova unë. Davidi, do flisja për Davidin sot. Davidi ishte një nga personat cilët shkruajti psalmet, apo jo? Pjesën më të madhe të psalmeve. Davidi nuk ishte i preferuar i babait të tij. Sepse ju e dini që Davidi nuk e zgjodhi profeti më njëherë. Kur shkoi tek babai i tij, tek Jeseja, i tha që ku i ke fëmijët? I tha, këta janë fëmijët. Dhe profeti i tha, nuk është ky që unë duhet të zgjedh. Perëndia nuk i tregoi që është ky i duri, është dikush tjetër, i tha. Është një bari, i cili unë kam diku në një kullot, ka marr delet e shtëpisë time dhe po i kullot atje. Dhe kur shkoi profeti atje, Samueli e pa Davidin duke i kënduar Perëndis. I dini Davidi u zgjodh, çfarë u zgjodh? Mbreti kujt? I Izraelit. Ishte një person i cili kishte zemrën e Perëndis. Kishte zemrën e Zotit sepse ai kishte në jetën e tij dy lloj personalitetesh. Ishte i ndjeshëm sepse adhuronte Perëndin, i këndonte, bënte psalme që ne i këndojmë sot në kish. Adhuronte Perëndin, por ama ishte një luftëtar. Ai luftoi shumë. Ju dini që Davidi pati probleme, ai vrau Goliathin, ai vrau shumë filistejn, madje pati probleme me Saulin, ai njëherë preu lafshët e burrave dhe hodhi mbretit i tha, unë jam një luftëtar, madje ai vrau shumë njerëz. Bibla thotë që derdhi shumë gjak, madje Zoti thotë Bibla nuk i dha atij të drejtën për ta përfunduar templin sepse kishte derdhur shumë gjak si luftëtar. Ishte një person i cili kishte edhe zemrën e butë, por edhe zemrën e një luftëtari, zemrën i cili donte të merrte fitore për Perëndin. Ndonjëherë ne jemi të tillë, ndonjëherë ne jemi të qetë në kish, por ama kemi disa probleme jashtë, të cilët jemi luftarak. Luftojmë për situata të ndryshme, luftojmë për probleme që ndeshemi, sfida që ne qasemi çdo ditë. Vim në kish, ne mund të adhurojmë, jemi të qetë, por ama jashtë mund të jemi dikush tjetër. Mund të jemi disa njerëz të cilët kemi sfida me temperamentin tonë, sfida me karakterin tonë, sfida me personalitetin tonë të ndryshëm. Dhe Davidi ishte një person i cili
në jetën e tij nuk ishte një person I qetë, sepse ai donte të tregonte madhështinë e Perëndisë, ai donte të tregonte sa I madh ishte Zoti. Edhe ai mori një fjalë nga Perëndia për ndërtuar templin dhe ai ndërtoi templin, por nuk e përfundoi këtë gjë. Sigurisht që do doja të thosha që Davidi kishte një zemër për Perëndin. Ai ishte një person I cili donte të bënte diçka për Zotin. Kur Altinin pyeti për shembull që çfarë Perëndia po të flet ty. Un kam shumë gjëra në zemrën time për ndarë Altin. Çfarë dua të bëj unë si person, por atë çfarë dua të ndjej dhe dua të përjetoj dhe dua të ndjek është të lejoj frymën e Perëndisë më drejtoj mua të bëj gjërat. Un jam luftarak si person. Por ama jam dhe shumë I ndjeshëm në prezencën e Perëndisë. Un çaj kollaj, un prekem shpejt, sepse të dyja gjërat I kam. Jam edhe ai personi luftarak, ai personi që dua të bëj gjëra për Zotin, dua që të luftoj për çështje të ndryshme që ne kemi në jetën tonë të përditshme, por ama një person I ndjeshëm. Kur unë dëshiroj të adhuroj Perëndin, qëndroj përpara Zotit, unë veti bie kitarës në kish, këndoj Perëndis prej 30 vjetësh, mos gaboj, më pak 25 vjetësh, I bie domethënë në grupin e adhurimit në kishën tonë, dhe prekem shpesh kur adhuroj Zotin, sepse unë I kam brenda gjërat të mia, kam edhe karakterin e fortë, por kam edhe djeshmërinë ndaj frymës së Perëndisë. Kështu Davidi ishte personi I cili donte që tregonte që Zoti dëshiron ta çojë në lumen tu I gjallë. Madje Bibla thotë te Psalmi 23, do lexojmë pak më vonë që ai më çon në kullota me barë të njom, më drejton pranë ujrave që më çlodhin. Besoj keni parë, besoj kur pastori juaj ka folur për këtë gjë. Por nuk do të flas për Psalmin 23, do flas për Psalmin 46. Kështu që Perëndia dëshiron domethënë që të na drejtojnë në ujëra të qeta, dëshiron të na tregojë ne. Sigurisht që nuk e di sa për ju kanë dëshirë në zemrën tuaj, kanë plane në jetën tuaj. A keni plane ju? Është pak vështirë të shikoj sepse kur më godit drita këtu, nuk ai do të shikoj domethënë mirë kur ngrini dorën apo nuk ngrini dorën. Thuhet ti që ke afër, është kënaqësi dhe është privilegj që je ulur afër meje. Thuhet ti që ke afër. A mund ta thuash pak ti që ke afër? Është kënaqësi dhe privilegj që je ulur afër meje. Haleluja. Kështu që në jetën tonë ne jemi njerëz të cilët duhet kemi qëllime. Sepse ne kemi ardhur në këtë botë që të përmbushim vullnetin e Perëndisë. Jezusi I tha dishepujt e vet, mos toni vetëm ata Zot, Zot do vënë në qiell, pa ata që bëjnë vullnetin e Atit tim që është në qiell. Secili për nesh ka qëllimin e tij dhe unë personalisht në lushnje, në kishën time, gjithmonë dua që njerëzit të dalin nga guacka e tyre dhe të bëjnë diçka për Perëndin. Unë nuk jam një person I cili ngrihem në shtratin e mëngjes për të parë çfarë do ndodhi. Unë jam një person I cili dua të ngrihem në mëngjes për të bërë diçka që të më ndodhi. Jam duke parë gjithmonë mundësitë e ndryshme që Perëndia mund të më sjellë mua në mënyrë që unë të jem I bekim për të tjerët, të jem I bekim për njerëzit. Sot po flisem kish para dite dhe po flisa për Jozefin. E mani mend Jozefin? E mani mend dikush vetëm madhe më. Mand dikush Jozefin ndonjëherë për jush? Jozefi ka histori shumë të bukur dhe kam folur para 2 javësh për lotët e Jozefit. Shumë I bukur si mesazh. Kur të ftosh Altin do ta ndaj këtë tjetër, po do të ftosh. Dhe të thuash do flas për lotë Jozefit se premtove. Po nuk do të tregoj gjithë historinë, po Jozefi si një person I cili u zgjodh nga Perëndia që të shpëtonte popullin e tij nga zia e bukës. Ai u keq kuptua, u tradhtua, u sha, u akuzua, u dënua në burg, por në fund fare triumfoi vullneti I Zotit. Triumfoi qëllimi që Perëndia e kishte thirrur Jozefin për të shpëtuar popullin e tij nga zia e bukës. Dhe shkot për shkak të këtij Jozefi ne kemi prardhjen e Jezusit, shpëtimtarit ton. Kështu që nëse ju keni qëllimin e tuaj, e keni vizionin e tuaj, mos kufizo kurrë nga situata që ti ke aktualisht në këtë moment. Po lejo që Perëndia të çojë ty në ujëra të qeta, sepse kur ti je I qetë, kur ti je në lumin e Perëndisë që është plot me jetë, ti ke çdo gjë që të nevojitet. A më thuash një amen? A më thuash një amen? A më thuash një amen? Lavdi Perëndisë. Unë nuk do që të zë gjumë juve. Kështu që çdo gjë që ti mund të kesh në tënde në këto momente, do të kuptosh që jeta jote, situatat e tua dhe rrethanat e tua mund të jenë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me atë që Perëndia ka ndërmend të bëjë në tënde. Por duhet kuptosh që Zoti të ka thirrur ty, Zoti të ka caktuar ty që ti të përmbushësh qëllimin tënd, që ti je krijuar, ekzistencën pse ti ke ardhur në këtë botë.
Prandaj Perëndia dëshiron të çojë ty jo në lumenj të furishëm që ti mund të shkatrosh dhe dëmtosh të tjerët, po të ecësh nëpër lumenj të ujit gjallë, lumenj të ujrave të qeta, ku ti mund të relaksohesh, të pushosh dhe të jesh një bekim për të tjerët. Lavdi Zotit, haleluja. Lavdi Perëndis. Tani Davidi ishte një person i preferuar, jo nga babai i tij, pa mau ishte preferuar nga Zoti. Mbase ti ke njerëz që nuk të preferojnë ty, mbase nuk të pëlqejnë ty, por ti je i pëlqyer përpara Zotit. Ti je i zgjedhur përpara Perëndis. Ti je i zgjedhur që Perëndia të bëjë diçka përmes jetës tënde. Shikoj atë që ke afër dhe i thuaj, ti je i zgjedhur nga Zoti. Haleluja. Amen. Lavdi Perëndis. Mbase ka njerëz që ty të urrejnë, njerëz që ty duan të shkelin me këmbë, njerëz që duan që të përbuzin apo të ulin poshtë qëllimit pse ti ke jeton apo të ekziston, por mos harro që ti ke favorin hynor të Perëndis. Perëndia do ta zbatoj planin e tij në jetën tënde. Siç ndodhi edhe me Davidin, siç ndodhi edhe me Jozefin. Ai dëshiron të çojë ty në ujëra të qeta, ku ti mund të jesh i bekuar. Gjoni pak, edhe pse në turbullien e kohës, në ligësinë e mjedisit që ti je, apo në ngushtësinë e mendjes, Perëndia do të sjellë ty në destinacionin tënd. Ai do të bëjë që ti të jesh i sigurt në shpirtin tënd, të kesh një zemër drejtimin e tij, dhe të ecësh përpara pavarësisht situatës tënde aktuale. Unë nuk të njoh ty personalisht. Unë nuk e di çfarë ti po kalon në këto momente. Nuk e di çfarë ti po përjeton në këtë çaste. Nuk e di si ka qenë java jote apo muaji yt. Po çfarëdo që ti mund të kesh kaluar, unë jam duke thënë ty, Zoti është në anën tënde. I keni që problem me amenin ju këtu, më duket? Mos janë nga Gjirokastra këta këtu? Ha? Unë di që lushja, amen, haleluja, nuk e ka Gjirokastra, lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Kështu që është e rëndësishme kjo gjë. Është rëndësishme të kuptosh që Perëndia, pavarësisht kohëve të vështira, pavarësisht situatave të vështira, e Davidi ishte një person i cili Perëndia e zgjodhi për të qenë një bekim për ne, për të qenë një bekim që ne të kuptojmë nga psalmet. Do të dini diçka që pavarësisht se ti sot jeton në një botë të çuditshme, jeton në një brez të çuditshëm, ti ke përsëri të drejtën që të jesh triumfator me situatët e tua. Ti ke sërish të drejtën të dallosh nga të tjerët. Kudo që ti je, në vendin ku ti punon, në vendin ku ti mëson, në vendin ku ti jeton, ti mund të jesh bekim dhe mund të jesh ndryshe nga të tjerët, sepse Perëndia ka zgjedhur ty të jesh ndryshe. Lavdi Zotit, haleluja, më mirë të radhë. Davidi ishte ndryshe. Davidi ishte një person i cili solli mrekullinë në jetën e të tjerëve. Sigurisht që Bibla është e mbushur me njerëz nga më të ndryshëm. Njerëz të cilët, siç për shembull Gjon Pakzori. Ai ishte një person i cili hante mjaltë, egër dhe kakaleca. Por ama ai solli shpëtimin e shumë njerëzve. Solli mbi 250.000 njerëz tek Perëndia, duke thënë pendoni sepse mbretëria e Perëndisë është afër. Pendoni sepse shpëtimtari, qengji i Perëndis, ka ardhur për të falur mëkatin e botës. Gjon Pakzori tonë në shkëlqyer, ishte i çuditshëm si njeri. Por ma Perëndia e përdori atë për sillur shpëtimin e mirë a njerëzve. Sot ti nuk ke pse të përshtatesh në botën ku jeton. Nuk ke pse të përshtatesh në ambientin ku ti jeton, po je ndryshe nga të tjerët. Tregoj të tjerëve që brenda teje ka ujëra të qeta. Brenda teje ka një siguri dhe një besim të jashtëzakonshëm, që e sikur të ecësh në luginën e hijes së vdekjes, Perëndia është me ty. Shkopi yt dhe thupra jo dhe thot Zoti, është në anën tënde. Lavdi Perëndis, haleluja. Lavdi Perëndis. Ju nuk jeni thirrur që të jeni të përshtatshëm këtu. Jezu i tha, ju kam zgjedhur, tha, të jeni në këtë botë, por mos jeni nga kjo botë. Ju kam zgjedhur që mos të silleni si sillet bota, të mos përshtateni me ta, por dalloheni nga ata. Ndi kur shkoj unë në bankë ndonjëherë apo shkoj diçku, këndoj. E thonë, doktorja pas të Tereziti më duket, thonë mua. Gjithmonë këndon? Thash, unë nuk kam se të mërzitem. Edhe kur jam keq, edhe kur jam mirë, unë i këndoj Zotit. Qa ndryshimi kam për që se mërzitem? Pse duhet t'i turbullojen ujrat e t'i krijoj atore hapësia djallit që më vjen mua gëzimin e Perëndis. Sepse Bibla thotë që lumi i sjell gëzim vendit të shenjtë, qytetit e Perëndis. Lumi i Perëndis sjell freskim jetën tonë.
Kur ne kemi lumin e Perëndis, kur ne kemi atë çfarë Davidi thot, ne mund të ecim përpara. Amen. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Sepse kur ne jemi të qetë, kur ne kemi drejtimin e Perëndis, kur ne kemi udhëheqjen e tij, sigurinë e tij, atëherë ne do ecim në lumenj të ujit të gjallë. Do ecim në ujërat e qeta që Perëndia ka thënë. Amen. A jeni këtu me mua? Haleluja. A jeni këtu me mua apo jo? Amen. Jeni këtu me mua. Nuk jeni akoma me mendjen të ndeshja se do dali Argentina me Spanjë apo Oltin. Akoma se kemi. Lavdi Perëndis. Haleluja. Pika numër 2. Perëndia të çon në vende të qeta që të funksionosh më mirë. Bibla thotë në Psalmi 23:2, ai çon në kullota me barë të njohur, ai më çon pranë ujrave të qeta. E dini, Bibla thotë në Psalmi 23 që Zoti është bëriu im, asgjë nuk do më mungojë. Do thotë që ne jemi kush? Delet e Perëndis. Apo jo? Po? Do të tregoj një funksion të deleve. Delet janë kafshë që kanë shumë lesh. Nuk e dinit besoj, e shere pagje Gjoni. Delet kanë shumë etje për ujë. Dhe ato, bariu nuk i çon në ujrat të furishme, sepse delet nga natyra janë pa kafsh. Nuk do të thoshe të fjallë, më them, po e kuptoni vetëm. Edhe duan të pinë ujë. Dhe kur pinë ujë, ato futen thellë dhe ndonjëherë ujë të frishëm, kur prekin edhe sidomos leshin që kanë, e bëjnë delën më të rëndë, sa që delja gradualisht hytet domethënë në ca situata që mund të humbasi. Delet kanë një aftësi që gjithmonë qengjat i lindin në vende të qeta. Nuk i lindin në vende që ka zhurmë, në vende që ka kaos, në vende që ka rrëmuj. Janë kafshë të cilët nuk pinë dot gjatë një stuhie. Ato kanë një gjendje të qetë brenda vetes tyre, nuk pinë në mjediset të trazuara. Prandaj Perëndia thotë, ai është bariu im, ai më çon në kullota me barë të njohur, më drejton pranë ujrave që të çlodhin. Çdo thotë më drejton. Do thotë që Zoti na çone. Ndonjëherë nuk duham, por ai na çone. Ai thotë, eja te kuntha. Eja te ku, ju që jeni të munduar e të rënduar, do t'i jap çfarë? Çlodhje. Do t'i jap qetësi. E dini fjala qetësi sot, sidomos në Tiranë, në një vend me shumë kaos, është shumë i nevojshëm. Me rrëmujën, me zhurmat, me jetën që jetohet këtu, është pak më ndryshe në Lushnjë, jemi pak më të qetë në atje. Okej, unë vi nga Lushnjë. Është pak më qetë. Këtu në Tiranë ka tjetër ritëm, ka tjetër stil jeta. Edhe njëherë do qetësi, njerëzit prandaj duan të ikin nga Tirana, të ikin jashtë, të bëjnë pushime jashtë Tiranës, sepse është më qetë, nuk ka kaos. Në njëjtë gjë është me ne. Ne kemi nevojë të shkëputemi nga jeta e botës, jeta me kaos dhe rrëmuj, e të shkojmë në prezencën e Perëndisë. Prandaj Bibla thotë, Zoti më drejton pranë ujrave që më çlodhin. Amen. Ai më drejton pranë ujrave që të çlodhin, sepse Zoti e ka krijuar ne në shërbëtyrën dhe në imazhin e tij. Në mos gaboj në një vend në Bibël, thuhet që kur dikush do të gjonte Perëndin, Zoti nuk ishte as tek ere furishme, nuk ishte as tek shkëmbi, nuk ishte as te zjarri, por të ishte te zëri i qetë. Keni dëgjuar ndonjëherë ju Perëndin të flasi? Keni dëgjuar ndonjëherë Perëndia të tregoj juve sa shumë ai ju dovi, ju kënduat të këngën sepse ai më do. Ishte një këngë e bukur, shumë e bukur kënga. Fantastike. Sepse ai më do, sepse ai më do. Keni dëgjuar ndonjëherë Perëndin të thotë juve, unë të dua ty? Bibla thotë që kur Jezusi u pagëzua, një zë nga qielli ati tha, ky është biri im i dashur, në cilin unë jam i kënaqur. Ju ka dëgjuar ndonjëherë Perëndin të flasë juve në vende të qeta, kur Perëndia të tregoj juve thotë, unë jam ai që po të drejton ty. Unë jam me ty, mos u frikso, mos u mërzit, ose mos u shqetëso, unë kam çdo gjë në dorë. Para ca kohësh ne po luteshim për një doktoresh atje në Lushnjë. E dini, Zoti foli mua, unë i thash gruas time, ja thash, Zoti foli mua për ty. Zoti ndonjëherë mund të flasë mua për të tjerët. I thash mos u shqetësoj, thash, çdo gjë do jetë në rregull. Faleminderit, tha mua. Babai i saj ishte diagnostikuar me kancer. Ishte shumë e shqetësuar, çfarë do i thoshte doktorët. Shkoi në Itali për të bërë këtë masën, për të bërë biopsinë. Dhe ishte shumë në tension. Gjesa ajo mori një përgjigje, është shumë i mirë.
është beni, nuk është mali. Tha, u qetësova shumë, tha doktor. Tha, Zoti është i mirë, Zoti ka në kontroll çdo gjë. Ndonjëherë ne shqetësohemi për gjërat, prandaj duhet kjo ujërat e qeta, ku ti relaksohesh, ku ti qëndron vetëm me Perëndin. Dhe Davidi thot, ai më çon pranë ujërave që të çlodhin, haleluja. Sepse ai është krijuesi ynë. Ai di çfarë bën. Mani mend Davidi, Adami, kur Perëndia e krijoi atë, ai mbante mend çdo gjë. A mbani mend ju çdo gjë? I vuri emrin çdo kafshë. I vuri emrin çdo bime. Davidi mbante mend çdo gjë. Kur hyri kaosi, kur erdhi Adami, kur hyri kaosi në botë, çdo gjë filloi të shkonte mbrapsh. Ai nuk ishte më, sepse në shpinën e tij kishte një grua e cila ishte me hamencime. Saqë ajo i tha Adamit, haje sepse do bëhesh si Zoti. Zoti tha, mos ha se do vdesësh. Tha, haj, tha. Ku janë gratë? Nuk flet njëri, Okej. Kishte disa fëmijë për probleme, sepse vllau vllan. Kaini vrau Abelin. Dhe që atë moment, ujërat e turbuara dhe të furishme hynë në jetën e njerëzimit. Dhe njerëzit nuk ishin më të qetë. Davidi nuk ishte më ai që jetonte me prezencën e Perëndis, por kur ai u largua nga prania e Perëndis, çdo gjë filloi të ndodhte mbrapsh për njerëzimin. Prandaj ne kemi nevojë për lumin e Perëndis, kemi nevojë për lumet e qetë që Perëndia ka. Haleluja për jetën tonë. Ne kemi nevojë që në mendjen tonë ne të mund të fokusohemi në prezencën e Perëndis. Pika tjetër, begatia jote është pasqyrim i jetës tënde të brendshme. Çfarë po kalon ti në këto momente brenda teje? Tregjoni 1-2 thuhet kështu. Nuk e di se e keni në ekran apo jo, apo do ta gjej apo jo. Shumë i dashur thot, unë dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë, e të gëzosh shëndet të mirë, ashtu si ka mbarësi shpirti yt. Si e ti brenda vetes, do t'jesh edhe jashtë vetes. Ti mund kamuflohesh, ti mund vesh maska, mund t'jesh hipokrit, po çdo gjë që ndodh brenda teje, do ndodhi edhe jashtë teje. Kur ti ke qetësi shpirtërore, ti ke edhe qetësi fizike dhe qetësi mendore. Prandaj i shkron Gjoni Kishës si thot, shumë i dashur thot, dëshiroj të kesh mbarësi në çdo gjë. Të gëzosh shëndet të mirë, por e para thot, të kesh mbarësi si shka shpirti yt. Prandaj begatia jote, mbarësia jote si person, kudo që ti je për që ndikim për të tjerët, varet nga pasqyrimi i jetës tënde të brendshme. Si je ti brenda vetes tënde do dali jashtë. Si ta jezi, nuk të ndot ajo çfarë ti fut, pa ajo çfarë del nga jeta jote. A tha kështu? Je këtu me mua? Haleluja. Tani do flas për diçka tjetër. A keni ju në këtë vend, ose a jeni ju dikush këtu që ka një problem me dikë? Plot? Kemi? A keni një person që ju ka lënduar juve? Që kemi bashkë. Okej? Mos bëni sikur lëndoheni nga njerëzit. Okej? Edhe guri është i ftohtë, guri është i nxehtë nga dielli apo nga ftohtit, edhe hekuri është i tillë. Edhe ne që se varemi nga çfarë të tjerë na bën ndonjëherë ne lëndohemi. E duhet flas sot për këtë gjë sepse Bibla thot kështu, nëse nuk ja falni fajtorëve tuaj, as Perëndia nuk ja fal fajet tuaja. Është një gjë shumë e fortë. Kur ti ke paqe me Zotin, do të kesh paqe edhe me të tjerët. Sepse kur ti ke qetësi shpirtërore, ti nuk të bën ndesh. Dhe kur Jezusin e goditën dhe e rrahën, përsëri ai thoshte, fale o atë se nuk di ç'bëjnë. Ai ti një person i cili je imun ndaj gjërave të cilët përreth teje. Ajo thash, ajo pislaku i botës apo ajo mediokriteti i njerëzimit sot të prek ty, a je ti imun ndaj gjërave të cilët në jetën tënde fillojnë edhe duan të vjedhin atë paqen, atë gëzimin, atë lumin e qetë që Perëndia ka për ty. Ne kemi plot gjëra të tilla. Dhe në njëherë ne majmë inat të tjerëve. Dhe ne majmë inat ndaj dikush që na ka prekur ne. Na ka lënduar ne aty ku s'mban më. Jemi lënduar nga një fjalë apo ku di unë. Dje mora një mësim shumë të mirë nga një person. Ule dhe më fliste me mua për një diçka dhe në zemrën time thash, e si janë njerëzit. E çuditshme është. Dhe njerë unë kam shumë vështirë
të ulem me të flas me dikë që më ka lënduar. Sepse ndonjëherë perceptoj dhe hamensoj gjërat. Më ka nevojë të ulem dhe të flas me njerëz. Për shembull, vajza ime në thosë për shembull bëjmë një debat të vogël në shtëpi. Debat madh, Unë i mora asaj diçka që ishte e saja. Më shumë për ta për ta ngacmuar. Plasi një sherr aty dhe nuk ishte lushnjara ajo, nga diu nga çdo marrë kishte, po ajo vajza ime nuk do që t'ia prekë gjërat e veta. Unë e di të gjëja, por thjesht doja ta ngacmoja. Doja të trihej çik vëmendje sepse ajo po hante drekën, po kishte mend pak tek ajo Diana dhe Roma, diun çanta janë ca kështu për kalamaj, që si ju dini. E do që të që vëmendje, domethënë, dhe ajo u nxef shumë dhe edhe fillom ato debat, jo do hash këtë, jo do hash atë, jo po nuk duan dhe po këtë filloi u prek domethënë. Edhe i thash do ta marr të gjethashun se do ta hash, po nuk ka këtë gjë, nuk të lëmë këtë gjë tash. Se ti tash nuk e ke mendje tek ushqimi, ke mendje diçka tjetër. Nuk ta jap. Po falë ba, thashun ti thua fal sepse ti do që çfarë? Të marrësh atë gjën, jo se ti do kuptosh gabimin, por do ta marrësh gjithë ta kesh ti vetën tënde. Shumë nuk ta japi tash. E thash do ta hash ushqimin. Aty pastaj hyn gjyqtarja, hyn arbitri që është gruaja. Edhe gruaja ishte ajo që uli tonet domethënë, jo po pse ashtu, dhe po këtë nuk e tregoj gjithë historinë. Edhe i thash dhe unë, okay, ba, më fal që unë fola ashtu, të lutem më fal. Jo, tha, nuk të fal. E ti s'më falë mua që të japësh atë gjë dhe unë s'të falta. Okej. Në rregull, e lam pastaj unë u zbuta çik, kuptoj, u zbut domethënë se duhet zbutesh pak se mund ta bësh çdo gjë me fëmijë, se fëmia është fëmijë. Dhe ajo i mori gjërat e veta, që kishte në mendje merrte. Por një gjë që më vura mend është, ose që vura re që ajo nuk mbajti inat. Fëmijët e kanë 30 minuta maksimumi, nuk mbajnë inat pastaj. Po ne njerëzit mbajmë vite inat ndaj dikujt. Kafshët zihen për territora për ushqim, po prapse rrim bashkë. Apo luani për shembull zihet me luaneshën, apo ku diu me radhë. Pajtohen, kafshët e kanë këtë gjë, rregullohen, kurse ne njerëzit kemi shumë vështirë të pajtohemi me dikë tjetër. Dhe ne të krishterët nuk kemi rrugëzije tjetër veç se të bëjmë paqe. Edhe para dytësh takova një drejtoresh në bashki, në Lushnjë, po flas. Edhe po si po shkon puna, se është një kaos, është një rrëmujt po ndodh tani me këto proteste dhe gjërat. E tha, kjo kam bërë diçka kundër meje, kështu gjërash. Thash, edhe për mua thash ashtu bëri ai person, para disa vitesh. Altini e di historinë pak. I thash, por unë nuk zgjohet kisha inat me atë person. Isha aty kur ai kishte nevojë dhe shkova dhe ndihmova. Sepse unë i thash, jam njeri i Zotit. Do thoni, unë kam marrëdhënie të prishura, kam marrëdhënie të prishura. Nuk jam i shruar nga gjithë njerëzit. Por ama zgjedh të rregulloj marrëdhënie me të tjerët, sepse unë dua të jetoj në ujërat e qeta në lumin e Perëndis. Inati është tamam sikur ti dëshiron të pish, të japësh dikujt helmin që ai të vdesi, por në fakt po e pi ti. Sepse ti je ai i cili ke në zemrën tënde lëndim, zemrim apo inat. E ti ke nevojë sot të kuptosh që kjo gjë të prish ty paqen tënde. Kjo të prish ty marrëdhënien tënde me Zotin. Nuk të rregullon ty ndonjëherë kur ti kujtohesh për të shkuar te Perëndia. A duhet të zëmrohemi ne? Po, duhet të zëmrohemi. Bibla thot, zëmrohuni, por mos zëmroni, por mos zëmroni, por mos. Këtë më duhet si flasim më shumë. Zëmroni, por mos mëkatoni, thot. Ti ne mund të zëmrohemi ndaj diçkaje. Është i miku ne zëmrohemi. Bibla thot që ne kemi nevojë të zëmrohemi ndaj gjërave të cilat nuk na pëlqejnë, por ne duhet të shkojmë tek inati dhe tek mosfalja. Ne kemi nevojë të shkojmë tek paqja e Perëndis, te lumenti i gjallë që Bibla thot. Dhe kur ti qëndron gjatë në zemrim, kjo gjë mund të kthehet në një sëmundje për ty, që mund të gërryej energjitë tua, karakterin tënd, gjallërinë tënde, lumturinë dhe të vjedhë edhe paqen. Prandaj është më një herë që ti të shkosh te Perëndia të kërkosh, haleluja, paqen me të tjerët. Paqen me Zotin atë parë, por edhe me të tjerët. Ne kemi nevojë të shkojmë te Perëndia. Edhe unë e di që jeni kish shumë e mirë, apo jo Altin? Është kishë e mirë? Je i kënaqur me kishën tënde? 99%. Jeni i kënaqur me pastorin tuaj? Nuk gjonaj. Haleluja.
E dini pse se ne pastorët probleme më të mëdha me kishët e kemi. Me njerëzit që nuk vinë ndonjëherë në orar, nuk përgjigjen ndonjëherë telefonatave, ato gjërat i lën pas dore, edhe aty na ikën ajo kacabujt. Se i duam gjërat të jenë në kohë, në orar, të jenë rregull, sepse duam që ta kemi mendjen e qetë. Edhe unë sidomos ku kam kishën të prenden apo dielën të dyja ditët, unë dua që të jesh në rregull. Nuk do që të mungoj asnjëri. Madje numëroj kush mungoj. E ke dalë këtë problem? Ke rimi, okay, e di rimi të problem. Unë e di kush mungoj dhe them, si ishte këtë radhë, çfarë do ketë ky person. Edhe një mërzitem, e kupton në zërë zëmrohem. Po hajde kish, jo po hajde çka jam. Edhe njerëz e kemi çi probleme pastorët, unë po tregoj tani jam i sinqert me ju dhe përpara Perëndisë dhe përpara jush. Dhe përpara kamerës, dhe përpara çdo njeri që na dëgjon. Ne kemi nevojë të kuptojmë që pavarësisht se ne mund të zëmrohemi, ne kemi nevojë të shërohemi. Dhe mos gabojësh pika e fundit. Nuk mund të mbash fort atë që ishe e të kapesh atë që do të jesh. Është nga Filipianët 3:13. Pika numër ku di unë që mund tjetë? E dhe që nga dhe. Të mire kishe, mos e luj. Vëllezër, sa për vete, thot, nuk mendoj se kam zën, po bëj këtë gjë, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara. A mund të lexoj gjithë së bashku? Gjithë si kish 3, 4. Vëllezër, sa për vete, nuk mendoj se kam zën, por bëj këtë, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u prirur drejt atyre që kam përpara. Të them diçka tjetër që nuk e keni në ekran. Vetëm pulat han nga toka, shqiponjat fluturojnë në ajër. Ta them një tjetër? Vetëm pulat han nga toka, shqiponjat fluturojnë në ajër. Ne nuk duhet mendojmë siç mendon bota. Ne patëm një rast para ca kohësh me një person dhe po i thosha një kolegës tonë, doktoresh. Unë se fal me, unë se bëj me. Fakta e ka filluar ta falet çik. Çik e ka falur, se shikojtë më që ka një lloj mënyre se si flet, filli fare kështu gjes. Tani thot mirëmëngjes, si je? Ka rregulluar çik fjalorin për më mirë. Por do të them që ndonjëherë ne kemi dhimbje, ndonjëherë ne kemi paragjykime, ndonjëherë ne kemi përvoja, ndonjëherë ne kemi lëndime, por nuk mund të mbahemi fort pa gjërave që ne kemi pasur, e të kapemi pas gjërave që kemi përpara, sepse ndonjëherë këto gjëra tamam si ku pa ndonjëherë kur losin 2 veta, sidomos në futboll tani, ai mbrojtësi e kap atë sulmuesin nga bluzja që mos tiki përpara dhe bën faul, ndonjëherë kështu është. Ndonjëherë duhet të ikim përpara që të shënojmë gol, por është ai personi kundërshtar që na kap nga bluzja apo kap nga manga që të na pengojnë të ecim në fuqinë tonë dhe në potencialin tonë. Dhe kjo është ndonjëherë mosfalje, kjo është ndonjëherë zëmrimi apo inati. Nuk lejon që lumi i Perëndisë të mund të vërshojë brenda nesh, e timi bekim për të tjerët që ne kemi kudo që ne punojmë. Sepse më tha diçka gruaja kur erdha këtu. Ne do ndikojmë të tjerët në bazë asaj gjëje që ne kemi brenda nesh. Kur ne kemi paqe, ne japim paqe. Kur ne kemi luftë, ne do shpërndajmë luftë. Nëse kemi bekim, do japim bekim. Nuk mund të ketë ndryshe. S'mund të kesh luftë dhe të japësh paqe. Nuk mund ta japësh sepse nuk e ke. Prandaj Bibla thotë Psalmi 46, lumi i Perëndisë sjell jetë dhe ti ke nevojë të ecësh në ujëra të qeta. Ti ke nevojë të mos jesh një pul, po të jesh një shqiponj. Haleluja. Lavdizoj. Amen. Haleluja. Amen. Lavdizoj. Nuk jam keq për karizmatik që jam. Lavdi Perëndisë. Kështu që se ke kaluar kohë të vështira, se ke kaluar gjëra të ndryshme të tënde, ti vjen mbasën barra të ndryshme, lëndime, mund të jesh i prekur nga puna, nga stafi, nga njerëzit, nga antarët e kishës, nuk e di. Ne prekim nga një tjetër sepse unë nuk do prekem nga kinezi apo nga australiani që nuk më njeh, unë do prekem nga njerëz të mi që unë kam të afërt. Pra çfarë unë kam nevojë të bëj është, unë duhet të shkoj te ujërat e trazuara, që janë rëmuj dhe është kaos, po të shkoj tek ujërat e qeta. Unë kam nevojë të kthehem sërish, haleluja, tek paqja e Zotit. Unë kam nevojë të vija atje e të eci sipas fjalës Perëndisë. Mbase e kalora jote është e dhimbshme, nuk e di çfarë ti po mban brenda vetes tënde.
Pse ti ke diçka që ke nevojë ta çirosh, çiroje. Ke nevojë ta lësh të lirë, leje të lirë. Dhe mendoj që akoma Perëndia nuk ka përfunduar me ty. Akoma Zoti nuk ka lënë pas dorën tënde. Bibla e përdori, thot Bibla, Zoti e përdori Mojsiun kur ishte 80 vjeç. Nuk e di se kanë 80 vjeç këtu apo jo. Por Perëndia e përdori 80 vjeç Mojsiun, derisa u bë 120 vjet. Dhe sytë e tij dhe fuqia e tij, thot Bibla, nuk u pak. Ai dëgjonte Zotin, ai ecte me Perëndin. Kështu që nuk ka asgjë për të përjashtuar. Perëndia mund të përdorë ty në çfarëdo kohe. Gjithsesi ti jeton dhe merr frymë sot. Perëndia do të realizojë qëllimin që ti ke në tënde. Para mati do zgjedhësh të ecësh në ujërat e qeta. Ti ke nevojë të ecësh pranë ujërave që të shlodhin. Mos u merr me gjëra të cilët e trazojnë zemrën tënde, e bëjnë rrëmuj mendimet e tua, e konfuzojnë qëllimin që ti ke, por ec në lumin e Perëndisë. Le të lutemi. Le të lutemi. O Adhe, të falenderojmë ti sot. Të falenderojmë që fjala jote është shumë e qartë. Fjala jote Perëndi është një bekim, Zot, është tamam si mjalti në gojën tënde. Dhe ne besojmë sot, Zot, që kjo fjalë që ti ndave me ne sot, kjo fjalë Perëndi, Zot, që ne na shërbeve sot. Ne lutemi, Zot, që kjo kish të kalojë një dimension tjetër. Kjo kish, Perëndia im, të kalojë, Zot, duke ka përcyer gjërat e kota, Zot. Ti lej pas ato gjëra. E të eci, Zot im, në destinacionin që ti ke thirrur ti, Zot. Perëndinë të falenderojmë ty që kemi kaluar, Zot. Po, vështirësi. Jemi lënduar, po jemi. Por ama ne zgjedhim sot të ecim përpara. Ne duam të fitojmë çirimin ton. Ne duam të fitojmë kreativitetin ton. Ne duam të fitojmë lumturinë ton, Zot. Zot, nëse bota na joshte me mëkat. Bota na joshte me standardin e saj. Bota na tregon që ne duhet të akmerremi, që ne duam të përfitojmë, që ne duam që t'i kthejmë shpirtin të tjerëve. Bibla thot, Jezusi e fali Pietrin. Jezusi e rimëkami Pietrin. Sepse ai është Zoti i faljes. E sot ti, që ti je i dekurajuar, ti je i mërzitur, ti je i shfrenuar, ti je, ku di unë, rrëmuj, jeta jote mund t'jetë rrëmuj. Më beso sot. Shko te lumi i Perëndis. Shko te ujërat e qeta, ku ka biodiversitet, ku ka gjëra të cilët japin jetë, ndihmojnë njëra tjetrën. Mos qëndro në rrëmuj, në rrëmbime, në breshër, në stuhi, në tornado, në probleme të cilët ti nuk ke nevojë të ti kalosh. Por sot zgjidh të ecësh në lumin e Perëndis. Dhe si thot Davidi te Psalmi 46 apo 65, lumi i Perëndis është plot me jetë. Ç'ti do jetën e Zotit sot? Të lutem ngri duart e tua lart dhe kërkoj ndihmë Perëndis. Thuaj Zot, unë dua lumin tënd. Ti je bariu im. Ti je bariu im. Haleluja. Ti më çon mua në kullota me bardhë njom, më drejton pranë ujrave që më çlodhin. Sot zgjidh ujrat e Zotit dhe ujrat e botës. Zgjidh mendjen e Perëndis dhe jo mendjen e botës. Kur ti e njeh Zotin, asgjë ty nuk të mungon. Do të ndaj një histori me ju për e të fundit. Në një konferencë të madhe, ishin dy predikues. Ishte një djalë i ri i cili foli për Psalmin 23, e shpjegoi në mënyrë të mrekullueshme gjithë tua trokitën. Than, wow, çfarë djali, çfarë pasioni, çfarë ardhme ka ky si predikues. Pastaj doli një plak. Një predikues i moshuar. Dhe ai tholi vetëm këtë fjali: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. E gjithë njerëzit fillojnë të qanin. U prekën nga kjo fjalë. Perëndia goditi zemrën e çdo dëgjuesi në atë sallë. Në fund fare, kur ata shkuan dhe intervistuan këtë burrë të moshuar dhe i thanë, pse kjo fjali e bëri njerëzit
të lëvizni ndryshe. I riu tha, predikoj me pasion, do të rokit të njerëzit, i pëlqeu të gjithëve, por kur ti folen, vetëm një fjalë, dhe gjithë u prekën. I moshuari tha, i riu njihte psalmin, unë njoh bariun. Sot, që ti ke Zotin në zemrën tënde, lere të tjerët të përjetojnë bariun tënd. Jepi tjerëve paqe, jepi tjerëve qetësi, jepi tjerëve jetë. Bëti hapin e parë. Ti nuk e thirrur të jetosh në standardin dhe në qëllimet e kësaj bote. Ti e thirrur të dallosh nga të tjerët. Ti e thirrur të jesh ndryshe nga të tjerët, sepse ti je fëmia i Zotit. Ti nuk je një person i zakonshëm, ti je jashtëzakonshëm. Perëndia u bekoft. Zoti qoftë me ju.